Nuk është mirë që tu e përdor urrejtjen me fitu zgjedhjet. Dehumanizim nuk kupton mi thon njerit mis, mi thon njerit hajvan, mi thon njerit hut, mi thon njerit po dokësh kështu, po dokësh ashtu. Problemi tash është që këto mesazhet e urrejtjes, të cilat gjykata i ka konstatuar që janë të urrejtjes, vazhdojnë me qenë online në faqen e vetvendosjes, në kanalin zyrtar tyne. Pra, ti vendon përmes tubimeve. Tubime. Nëse nuk ka materiale tubime. Nëse është konstatuar prej gjykatës që kjo është gjuhë e urrejtjes, partia do të më kthy mrena edhe me marrë vendimin strategjik dhe me i largu këto, me editu këto materiale. Apo, në rastin tjetër, na mundna me thonë edhe me konstatu që ka një vullnet politik me shpërnda urrejtje. Që kjo është problemi i madh. Tash çto nanëmët mesazhe që unë i përmenda, çto nanëmët dënime, çto pezm për shoqërinë, çto materiale vazhdojnë me qenë ato, vazhdojnë me qenë në arkiv. Tash çka është problemi është që PZAP-ja nuk i ka obligu partitë të më kthy dhe mi fshi këto. Okej, por tash apo dojna prap me vazhdu me qenë njerëz që po shpërndajmë urrejtje, njerëz që po dojmë sulmu kundërshtar politik me një strategji e cila në esencë është e gabuar. Nuk është mirë që tu e përdor urrejtjen me fitu zgjedhjet. Është mirë tu përdor plan ose kisha me thonë program politik, zgjidhje, ide etj me fitu zgjedhjet. Kjo tash na sjell te debati tjetër që çka duhet me ndërmarr që partitë thjesht në zgjedhjet e ardhshme mos me përdor teknikën e dehumanizimit. Çka është teknika e dehumanizimit? Tash po dalëm me kallëzu vlerën e saj. Kush e ka kriju? Kush e ka marrë? Teknika e dehumanizimit është teknikë ruse. Ama çka nuk kupton dehumanizim? Dehumanizim nuk kupton mi thon njerit mis, mi thon njerit hajvan, mi thon njerit hut, mi thon njerit po dokësh kështu, po dokësh ashtu. Mi thon njerit i përket një grupi të caktuar. Pra je me Serbin, je pa Serbin, je LGBTI+, je kësi je asi, do me thonë, është me e zhvesh prej qenjes njerëzore, prej personalitetit vetë. Me tentu me krahasu me kafshën, me tentu me e krahasu me hajnin. E po thu veç teknikën rusean, përndim si përdorin qëto? Teknika është e ndërtume prej Kremlinit, prej Rusisë, është si metodë e përdorë. Tash, apo dojmë me përdorë teknikën e tyne? Dhe urrejtja me qenë elementi kryesor i dëbëmit politik, bartë edhe zi, me neve ose kundër neve, me neve je shqiptar, kundër neve je me Serbin, je serb. Nalo, veç diçka, po du me të kallëzu që prej që di për jetën publike në Kosovë, përdore që kjo. Prej 90-ave ju kanë thonë, këta janë me Serbin, dore zgjatun e thëshin unë që kësë. Atëherë, mandej LDK-s i thëshin, këta janë tratare dhe janë i sërmi vra. Nuk është e re. Nuk është e re. Nuk është që tash të na do. Tash, na jene të folë për vlerën. Apo dojna me majtë në demokracinë tonë, të mirë, vlerat të cilat i ka Evropa dhe cilat synojnë mos me përdor këtë teknik, apo dojna me vazhdu mbi këto vlera dhe me thjesht njerëz të mishvesh për personalitetit. Po mendoj që tash në këtë rast, ne do të me hap debatin që do të me qenë ndikimi i shtetit. Në rast se kemi në një vendim të gjykatës supreme, i cili po thotë që kjo është gjuhë e urrejtjes. Çka është mekanizmi tjetër për me mujtë me ndalë? Problemin tash e kemi, që kjo gjuhë e urrejtjes, e cila u konstatu prej gjykatës supreme, është repliku, multiplifiku të i përdor media. Sepse ti nuk mundesh me pre kur flet kryeministri diçka. Sepse ti nuk i ki tashmo, që me thonë, atë filtrin që ti thu që kjo është gjuhë e urrejtjes. Po edhe përkundër që tani janë marrë vendimet e gjykatës supreme. Mediat kanë vazhdu me ritransmetu qëto materiale. Dhe na duhet me pas vendime editoriale.